këta, ku marrin vesh këta nga politika. Sulmet, domethënë, sulmet ne jemi mësuar me... Pa të rinj që sot flasin për nevojën për ndryshimin e sistemit politik, dakord, po pse thoni ju që të rinjt nuk janë të përfshirë në politik, kur ne sot kemi plot të rinj në politik. Nuk janë ne këta janë gjenerata Z, domethënë janë çik më të rinj se sa ne. Por ideja është kur bëni në drejtor 24 vjeç, nuk kanë lënë gjë pa thënë për të, me thënë drejtën. Edhe kur u bë një nën drejtor diku në një institucion, ishte 24 vjeçar që u bë goxha mediatike në rrjetet sociale. Po për moshën të vërë, këy në drejtor. Sistemi të blokon, varet edhe si bësh meritokraci. Ka probleme, se nuk duhet ta lexojmë kështu sikur këtu është mrekullia. Kjo lëvizje do zhdrohet në një forcë politike? Kjo lëvizje ka krijuar një element të demokracisë, pra një kulturë të demokracisë direkte, e cila mund të shndërrohet në shumë lëvizje. Nuk ka rëndësi se do shndërrohet kjo në një parti apo në një parti tjetër. Rëndësi ka që të zhbllokohet sistemi në mënyrë që të gjithë ata njerëz të cilët kanë dëshirën të kontribuojnë për vendin, ta kenë këtë mundësi. Kjo është ideja. Nuk është ideja që të dalin 5 veta aty dhe të krijojnë parti politike. Është ideja që për të gjithë të jepen shanset e barabarta, me meritokraci, me gardë barabart, me një sistem zgjedhor i cili ju garanton gardë barabart, edhe me një sistem i cili nuk i bllokon të gjithë ata që janë antisistem në kuptimin e monopolit që ka sistemi politik sot, por që ju jep shanset barabarta për t'u garuar dhe fitoft më i miri. Kam dy pyetje fal. Ju do doni ta drejtonin ose më saktë, duke qenë se edhe Emri juaj ka qenë i përfolur nga pjesëtarët e protestës, për të qenë edhe ju pjesë e organizimit, e pjesë e drejtimit praktikisht të një edhe subjekti politik. Ju vetë do e merrni këtë iniciativë? Po dëgjoj, këto janë iniciativa politika, është një vendimarrje personale, aty ku ka kushtet barabarta, gardë barabart, edhe mundësi për të ecur përpara, pse mos e marrë gjithë secili prej nesh? Politika është një kontribut. Pra, në momentin që ti e ke sistemin të bllokuar, nuk hyn dot, ke barriera, atëherë ky është një problem. Në momentin që bëhet ajo që po kërkojnë edhe qytetarët që të zhbllokohet, kemi mundësi të barabarta, atëherë gjithë bashkë kush të dojë të ketë mundësi për të kontribuar edhe ta ndjejë se mund të kontribuojë, patjetër që është. Kam dëgjuar disa kërkesa në vazhdimsi dhe nuk janë të pakta nga qytetarët të cilët flasin në ato podium të po. Dhe kërkesa e tyre dhe madje edhe i dyti sot në radhë që ka komunikuar, ka bërë një thirrje të disa të herë dhe ka marrë deri diku një aprovim të dobët, dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje, që a duhet ta kthejmë këtë lëvizje në një parti politike, dhe ai thoshte e bëri si pyetje dhe po thoshte jo, po duhet ta kthejmë sepse nëse do vazhdojmë kështu, do vazhdoj kurba e protestës në rritje dhe pastaj do fillohet bie dhe nuk do kemë dhe aprovimi, ja do të bëj diçka. Do të bëj edhe një pyetje në këtë. Aprovimi ishte shumë i heshtur, shumë i dobët, gjë që më lat kuptoj që në protestë janë nuk e duan partinë sepse ato janë partitë e vogla të gjitha dhe është Partia Demokratike e cila po e furnizon nga mbrapa protestën me shumë element. Ka dhe qytetar të cilët dalin për protestuar. Pra janë nga gjitha rrymat dhe kur bëhet kjo lloj forme nuk ka interes për krijimin e partive politike. Apo u pengohet qytetarëve, apo një lloj si parti ekzistuese, apo u pengohen qytetarëve për të përfshirë në televizor? Të ndryshoj sistemi, të zhbllokohet sistemi në mënyrë që qytetarët kush të dojë të krijojë parti politike ta ketë këtë mundësi, kush të dojë të kontribuojë për vendin në mënyra të tjera ta ketë këtë mundësi, nuk e kemi sot këtë mundësi asnjëri. Kjo është gjëja që po kam përshtypjen se nuk ndryshon sistemi se dalin, se unë nuk po them që ishin 2000, po ja kanë qenë 10000. Po nuk ndryshon 50.000 në shesh, por se i pasaj i shohim me... Tash 50.000 ose pranoj dot se s'mblem automatika ta pranoj. Hajde në shesh se ke disa problematika nga që si në shesh. Hajde shifi vetë dhe pastaj flasim prapë në emision tjetër. Mesazhi i fundit zonja Gjuzi. Unë do thoya që Shqipëria është në një moment shumë të rëndësishëm, qoftë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, qoftë në pikën ku e ka të pamundur dhe të panevojshme dhe të domosdoshme ta shmangi humbjen e një projekti si ky për cilin ne flasim në zonën e Zvërnecit, një projekt i cili përveç se do të shumë fishojë investimet e huaja në Shqipëri,
një projekt që do ta vendosi realisht Shqipërinë midis kampionëve të mesdheut. Pra, nëse të rinjt e këtij vendi duan të bëjnë një të mirë vendit, një lloj kontributi, jo drejt për drejt, ose drejt për drejt me angazhim politik, do ishte të mbështesin një zhvillim si ky i cili sjell të mira ekonomike, të cilat përkthehen në më shumë shërbime për qytetarët. Por mbi të gjitha, Shqipëria duhet ta tejkalojë fazën e një destinacioni të lirë, edhe vetëm për turizëm masiv, duhet të krijojë hapësirat e domosdoshme për të tërhequr turizëm elitar se i bën mirë vendit. Me procedurat e dura, me transparencën e durë, edhe me investimet e dura. Se kemi të pisin në Nurellari, fjali e fundit. Unë e para një unë mendoj. Fjalia më e shkurtër që mund të thoni Nurellari. Unë mendoj që duhet që protesta të ruaj karakterin qytetar, të shmangi slogane edhe elemente partijake, gjithkush aty është personi lirë, vin nga partitë ndryshme, por rëndësishme është mos ketë pronar. Mendoj që po që se kalon biseda edhe gara nga protesta, po themi, shkojmë nga kauza në karrierë dhe po shkojmë nga uniteti, shkojmë në ndarje ideologjike ose nga presioni për sistemin, brej pjesë e sistemit, të mendoj se do e mbasi atë valën, mendoj që do të vazhdoj akoma, dhe mendoj gjithashtu se ka raste të suksesshme ku protestat e ardhura në këtë mënyrë edhe janë përkthyer në parti politike. E kemi komshin të tillë, kemi Sirizën, e cila nisi nga protestat e mëdha para 15 vitesh për shtrëngime dhe masat shtrënguese që erdhën pas krizës së madhe të Greqisë. Kemi edhe 5 Stelle në Itali, pra movimenti 5 Stelle kështu erdhi, pa kështu që edhe kjo është e mundur, e rëndësishme për momentin mendoj që ajo do ta kryejë tamam misionin e vet, kur të mobilizohet gradualisht dhe ka filluar me këtë shpërndarje, me këtë sa më shumë qytetar që deri tani ka qenë indiferent ose deri tani ka pasur frikë me dal, ose deri tani ka menduar se dyshime është i pamundur. Atë apati, atë frikë këta e kanë thyer me një energji të jashtëzakonshme dhe shpresoj të vazhdojë kjo mjaftueshëm sa kryeministri të fillojë të adresoj problemet e tyre e mos vazhdoj t'i bullizoj si mujshar, të tallë me ta, t'i poshtëroj me gjithfarë epitetesh ose të vërsuli njerëz që të nxjerrin gjithfarë konspiracionesh e komplotesh duke nxjerrë ata grek, iranian, zionistë, soroistë që kanë nxjerrë tradicionalisht. Influencëve bashkë po jo ngazmoj po. Më kujtoj me fillimin e emisionit që kur filluam me raportimin e gazetarëve, e cila kjo protestë e cila tha ka shkutu i kap dorë për dorë. Protestë ka dhënë shumë imazh të mirë Shqipërisë, si një popull i vogël, i varfër, që nuk e shet armën e vet, që nuk shet pronat e veta dhe që nuk lështrohet nga të fuqishmëve, që kemi sinqert. Pra dhe nga një vend që njihet për politikan korruptuar të arratisur dhe del në kinematografi për krime edhe mafios, del një vend që proteston në mënyrë të fisme. Andrea, e fundit. Falenderoj zonjën Edlira Çepani, e cila duhet largohet dhe lem bashkën dhe Nurrellarin të thonë fjalit e fundit. Po pra, tani për qen kampionë turizëm ne flasim se jemi vend i vogël, vend i varfër. Ç'është ky imazh që kemi ne si? S'është i varfër Shqipëria. Qasu Shqipëria është një vend që ka betuar shkem graniti që çan shpatën e historisë. Një vend që ka betuar zoti dhe ka mundësinë të hyjë në ligën e kampionëve të turizmit. E mbyllëm. Shiko, kryeministri ka patur disa që po preta të jashtë. Ka patur disa komunikime me disa nivele të protestuesve. Ka patur një komunikim me qytetarë të cilët kanë patur shqetësimin ambientalist dhe u ka thënë për gjitha shqetësimet tuaja, nëse jeni dakord, hajde të diskutojmë që tani, nëse nuk jeni dakord, diskutojmë tani, prisni sa dali projekti, nëse projekti nuk është ashtu siç doni ju apo siç duhet jetë në konform të gjitha rregullave dhe asaj, atëherë prisni kur dal projekti plasin. Ka patur komunikim me qytetarët të cilët kanë dalë përtej këtij interesi. U ka thënë, doni tulemi, diskutojmë, shohim kush janë problematikat. Ka pasur pastaj për blogerët të cilët kanë shkuar për like edhe për fam. Ky është problem tjetër. Tani për demokracinë mbase zoti Basha. Në Dubai nuk dilet për demokraci, vjet tu se si puna ti që dilte protestonte nga Greqia. Tash hajde Alban Skënderaj ka dalë protestë, ka dalë për like. Ishte tokën tu thoshte po protestojnë në Greqi se ashtu është. Alban Skënderaj ka dalë protestë. Mendoni se ka dalë për like? Alban Skënderaj nuk është viktimë e komploteve dhe luftës hibride të iranianëve. Tani shikoj protest, ta thash un jam personi i cili kam dalë në protesta pafund vetëm armët kimike nuk kam dalë, gjë e cila
e mendoj që është protesta e cila ka qenë masive, po ka qenë krejtësisht për shkak të mungesës së informacionit dhe unë që isha oficer dhe punosha me reparte të cilët kishin nevojë për një pastrim, reparte shqiptare kishin të nevojshme këtë lloj angazhimi ushtarak. Jo, nuk kam dalë sepse duhesh patjetër që të merresh. Të merresh. Dhe shkoi na mori e ditë fortë. Na mori Italia. Tani në ngrit kundër investimit do e mori Greqia. Sa asaj intereson. Ikën Mikonos ajo. Protesta tjera kanë qenë gjitha. Zoti Basha, investitorët problema Audi, problema Mercedes, ai kemi njëra të investitorë. Dhe kënaqësi. Ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio me zotin Eritan Ceka. Publicitet dhe rikthehemi.